Kisha ko pa dalë në zonën e Agipit. Para disa muajsh kam bërë një filmim këtu. Dhe në atë ko, pikërisht në këtë pozicion është hyrja e Agipit. Unë kam ardhë nga qyteti, jam këthy djathtas dhe kam marrë këtë drejtim. Kanë qenë shkurre, kallamishte. Dhe të shti shikoni mal me rër që kuptohet se cili është destinacioni. Është drejt ngarkesës Meran, pikërisht në këtë zonë ku unë jam këtu. Shikoni edhe maunet. Më thanë që këtu në ditë mund të shkarkojnë 100 dhe 130 maune të tilla, plot me rër. Kemi qakull, rër, pjesë betoni, ndoshta janë dhe nga kërmimet dhe janë përzierë dhe me ranën ekzistuese, ranë të madhe po hidhet. Këtu jemi tek lokali parë që fillon Agipi. Është vërtet një transformim i jashtëzakonshëm. Do t'ju lutesh atë me mirë kuptoni absolutisht se pozicioni im është këtu politik, vetë se i një qytetari të thjesht, të ndershëm, sinqert, ku asnjëherë nuk kam bërë kompromis me detyrën time, duke i shërbyer qytetarisë dursake dhe publikut gjerë, të cilët janë të interesuar për faktet dhe jo për komentet dhe paragjykimet që mundohen në tilla raste. Më vjen mirë që qyteti im të zhvillohet, të ecë, pavarësisht se cila forcë politike e bën këtë, rëndësi ka që këto investime t'i mbeten Durrësit, plazhit, ku jemi rritur, ku lëkura me është nxjerr edhe rreshkur nga dielli, ku jemi lartë dhe kemi mësuar notin, ku kemi kaluar një pjesë të fëmijërisë tonë. Dhe më vjen mirë që ka një plan më në fund për t'i dhënë fund asaj përbërje totale të parcializimit të plazhit, kjo imja dhe kjo jotja, ku njerëzit ishin detyruar të kalonin në rrugica të ngushta e të tjerë përfitonin nga natyra e virgjër që ne ka falur Zoti. Shiko se çfarë ndodh. Këtu është një tabel. Banka Europiane, lexojmë që është lexohet rekonstruksioni dhe përmirësimi i infrastrukturës së transportit, përmirësimi i shëndetores së plazhit Durrës, faza e parë, rehabilitimi i fasadës dhe shëndetores. Kontraktori është fusha SHPK, mbikëqyrësi Herald G SHPK, projektuesi KSA SHPK. Vlera është në 7,5 milionë euro, periudha 540 ditë, afati i realizimit të punimeve. Tashti nuk kemi në gjendje të përcaktojmë saktësisht se kur përfundojnë këto 540 ditë, por rëndësi ka të përfundojnë. Këtu fillon shëndetëtoria, e cila piknisjen e ka tek sektori i liria, dhe isha në dilemë për të ditur se si do të ndërtohesh kjo shëndetore. Ja pra, shohni kuriozitetin miqtë e mi, vazhdojnë maunet gjatë kohës që ne filmojmë dhe po transmetojmë këtë video në natyrë. Janë mbjellur pemë, si shikoni, pisha, palma, dhe duket se në këtë mënyrë, siç është konceptuar,
shikohet që çdo njeri mund ta akuzorim kështu, do të ketë profilin e vet për shtatshmërisë. Këmbësorët, pushuesit, me gjithë infrastrukturën e nevojshme, shezllone, çadra, natyrisht është përfitu shumë nga bregu, jo vetëm se është nga fjala e kryeministrit, por edhe ajo që ne po prekim, do të futemi rreth 100 metra, 80-100 metra në thellësi të bregut dhe të detit, dhe me sa vëre ky kufizim i këtyre gurëve që është platforma e ndërtimit të arabit të famshëm, të ndërtimit të plazhit dhe mrekullisë që pritet ndodh në Durrës, ja dhe ndërtimet e Al Albar, ja dhe platforma e tij me një themel të fuqishëm betoni dhe gur, dhe mendohet që të paktën të barazohet në pikën ku janë një grup të rinj që gjuajnë peshk dhe lahen, dhe mund të vinë në atë pozicion dhe imagjinoni se çfarë vibre kretare kolosale do të krijohet nga ky pozicion, nga ajo maj e një trekançe gjigant po konsiderojmë, dhe nëse ecim në vijë vertikale apo horizontale me të, shikoni se sa vijë ranishte, ranore do të përfitohet duke u futur në det, natyrisht duke kompensuar kështu atë parregullsi të pafalshme që e bëm natyrës, duke ardhur ndërtimet deri në vijën e parë të detit dhe duke zvogëluar dukshëm sipërfaqen natyrore të plazhit të Durrësit, një plazh unikal për nga mënyra se si natyra e ka vendosur si pranë tonë. Janë një grup fëmijësh, bisedojnë qetë, duke sikur po lahen me ranë, luajnë, kalojnë maunet, pa pushim, kanë tjeri ndërtimit më tutje, gjithçka i ngjan një betejë ndërtimi, ja dhe kullat gjigante të ndërtimit, si një kuror që kërkojnë t'i bëjnë hije kësaj zone të bekuar nga Zoti, ecim mbi ranë, duke që kemi një rritje të nivelit, është përfituar jo vetëm në thellësi të bregut, por është përfituar edhe në trashësinë e rërës. Këmbët tona pothuajse janë të zhytura në rër, është një nivelim kolosal, ja dhe njerëzit profitojnë të kalojnë tek shëtitoria. Unë jam në një pozicion tjetër këtu ku filmoj, jam në breg, aty zhytemi paksa sepse dohet kohë, dohen sasi të mëdha rëre që të krijoj shtresën e fuqishme ku mund të kalohet lirshëm. Ka dhe nivelim këtu, po e drejtohemi bregut, shikoni kaltërsinë e detit, atë kaltërsi që na ka rrethuar tërë jetën tonë. Ka gjallëri, ndonë se jemi me 28 prill të 2025-ës. Sa favor, sa me fat kemi qenë, kemi përkthjelur nga kjo natyrë dhe si thuhesh i gatuam fatkeqësinë tonë, teksa e vram këtë natyrë me mënyrën më të tmerrshme të mundur. Më vjen keq që nga Bregdeti këtu ku jam nuk vëren, nuk shikohet rruga. Para makina që kalojnë në autostradë, krahun e përtejmë plazhit, nuk e shikojnë detin.
kundërshtim me atë vijë bregdetare të magjishme që më kujton Riccionën e Riminit në Itali, një bregdet totalisht i paprekur, ku teksa dalim në mbrëmje xhiro, thuajse e prekim buzën e detit. Një sipërfaqe mahnitse, unë kisha kohë si që shpjegohen fillim që nuk kam ardhur, qo për arsye shëndetësore, qo dhe për ngarkesë të punës, qo për mundësit tjera, dhe më në fund sot vendosa të prek plazhin ton, plazhin tim, plazhin e të gjithëve. Ju që jeni brenda Durrësit e brenda Shqipërisë dhe vëllezërit tanë dhe motrat tona që janë për te kufirit, por që mendjen dhe zemrën e kanë këtu pranë nesh. Kalohet, ka lëvizje, sepse duhet të kujtojmë që plazhi është dhe qendër urbane. Lokalet më duket sikur janë spostuara se kanë qenë shumë afër bregut. Shteti më në fund ka njohur territoret e saj, të cilët në një formë tjetër nuk mund të thënë të ishin pushtuara, sepse në fund ndoshta aktivitetet e tyre kanë qenë të lishme, por që drejt me thanë interesi publik ishte shumë i prekur, i cunguar. Dhe ne nuk e ndjenim veten si qytetar të këtij vendi, si pjesë e këtij plazhi, që është jeta jonë. Ja dhe një pak sa meri se unë ecën i qetë, është si skuqur, duke se ka ditë që ka bërë plazh. Këtu kanë qenë në një beton drejt detit i kufizuar, dallonte nga pjesa tjetër e plazhit, edhe tani vërtet jam i prekur, jam mrekulluar me këtë pamje. Shikoni miqtë e mi se ç'bëhet. Në kthim ndoshta do të filmoj pjesën e shëtitores. Tashmë hecet lirshëm, hecet bukur, hecet shtruar, hecet përmallshëm, hecet vërtet mbi atë fat që tashmë po na buzëqesh, të cilën ne kishim braktisur, kishim mallkuar prej shumë vitesh tjetër. Ma une që shkakon na përshëndesim me burinë e tyre për të thënë që tashmë erdhën dhe këto kohë, erdhën dhe këto ditë që plazhin e merr në dorë publiku. Falënderime pafund për këtë situatë që krijohet. Ja pra, shëtitoria shumë e bukur, lokale për te, duket se janë shpejt, kanë shpejt misi me këtë shëtitore. Një tjetër rrugë më ngushtë kjo, po më në thellësi të rërës, si që nditin, dhe rruga tjetër janë pra 3 shtrime rrugësh, njëra shëtitore, tjetër ndoshta për në kursi, bicikleta, nuk e di. Dhe kjo këtu që unë po ja afrohem, është një rryp kalimi këtu, po që mbaron, nuk e di si është plani, ndoshta janë disa xhepa ku pushuesit mund të zotrojnë sektorin e rrës, por shoh që është përfituar jashtëzakonisht shumë vija ku mund të bëhet, zona ku mund të bëhet plazh. Shikoni këtu me vëmendje dhe shikoni se sa territor është zgjeruar drejt detit. Ja, këtu nuk mund të kaloja para disa muajsh. Më lageshin kputucët sepse çadrat dhe shezllonet pothuajse ishin ngjitur me ujë. Ja dhe ma une, komandantët e këtyre mujve në plazh, këto komandojnë buldozera, ma une, punëtor,
të ndryshëm, se cili punon sipas planeve, ja dhe baraket e peshkimit, kuptohet janë në shërbim të lokaleve, në thellësi, në horizont, janë ankoruar shumë anije që presin të futen radhën e Durrësit, dhe përtej kemi zonën e Kryevillit, Spilles, ndërtesat, duket një kohë pastër sot që dhe hapësira është shumë e kthjellët, shumë e gjerë, ku edhe filmimi ynë ka gjasa që të jetë i prekshëm nga ju dhe të shpreh atë që unë kam marrë përsipër të transmetoj. Këtu ja shikoni këtë buldezer, këtë pajisje, e cila sigurisht sistemon, nivelon rërën, me sa kuptoj këtu puna duhet nis herët mëngjes dhe duhet përfundoj, ndoshta mos të ngutem, s'kam informacion për këtë, po mbase mund punohet dhe natën. Nuk jam i sigurt për ndriçimin, por gjithsesi banesat afër mund të rrezatojnë ndriçim. Ma unë të kalojnë, shoh që nuk e di sa mund të ta prezantoj këtë ide që po pasqyroj me sy të lirë, shoh pistën e kurrullës dhe nuk ka pengesë. Nuk ka pengesë. Është këtu nuk mundet të kaloje, jo më të shikoje këtë hapësirë kaq gjigande. Dhe shikoni se sa është futur rëra në det, se sa sipërfaqe. Këtu ku jam, mund të jem rreth 30 metra larg bregut, larg ujit. Pikërisht kur po kalon ky njeri. Dhe këtu nuk konceptoj, këtu ka qenë det. Pra që tani këtu janë marrë rreth, po ta shikoj këtu nga pika ku po transmetoj nga shënditoria, dhe deri këtu ke bregu, me sy të lirë mendoj që janë 50-60 metra. Dhe kur mendon që përparimi drejt detit mundet të kap atë trekan që shpjegova më parë kur janë të fëmijë, këtu do të kemi një plazh të rilindur, natyrisht ju hazuar nga ujët e detit, por gjithsesi pronë e përbashkët. Zbesoj tjetër e tabela e famshme që ka marrë një natyrë humori, Toke Xanum. Tashmë kjo është pjesë e të gjithëve ne, dhe më në fund erdhi dita që ta shijojmë. Jam shumë i mrekulluar, madje edhe i befasuar. I vëlla ylli më kishte thënë se e bën 2 herë në ditë këtë rrugë, që dil një herë nga plazhi të shikosh se çfarë bëhet andej. Dhe vërtet është një gjë e rrallë, e bukur, pa menduar se mund të ishte kështu. Po ja afrohem përsëri bregut, në pozicionin që isha më larg, dhe shikoj që këtu brezi ranor është shumë i avancuar drejt detit. Madje shikojeni miqtë e mi me sy të lirë, do t'ja tregoj edhe trasin, ja pra sa lart jam. Shikoni trasia e Rarës, shikoni edhe detin, mund t'jetë mbi gjysmë metri, 70 cm. Të mos harrojmë që këtu deti e lëpin rërën vazhdimisht, por informacionet që kam është që janë marrë masat atilla që do të ketë tonelata rërë që do të hidhen këtu dhe që më në fund mund të pushtojnë këtë hapësirë të detit. Tashmë nuk bëhet fjalë për breg. Bregu do të jetë improvizuar. Në çdo ditë këtu ecim drejt, në mënyrë figurative drejt Italisë, pra drejt perëndimit, mbasi shikoni shikoni një sipërfaqe ranore këtu ku jam rreth 20 metra më majtas, pra më thellësi detit se sa aty ku isha më parë. Është krijuar një gjik këtu, por që sigurisht këtu do të përparohet.
Ja ku është kjo brezi Rërës këtu, dhe do të vazhdojnë, po të vazhdojnë këtë vit të drejt, i merret ujit edhe 30 metra, edhe kur mendon që do të vazhdojnë të merret më tutje, ku janë këto varkat këtu, mundet mos të duket çudi që mund të jetë plazhi i arshëm i shqiptarëve. Dhe nëse do të bëjmë një llogari të thjeshtë nga shëtitoria, tjetër ma une që kalon në sy tanë, nga shëtitoria, nga ato kamësor që vini re që pakalojnë, ku janë dhe lokalet, deri këtu ku ndodhen, mundet të jetë rreth 80 metra pa frikë. Pra, dhe po të llogarisësh edhe janë 30-40 metra tjera. Kam një informacion që të kemi dhe në një informacion të momenti, sepse këtu gjithçka ka dhe lëvizje, po është edhe zbrazur. Ju kujtoj që jemi 27 prill, do edhe disa muaj të fillojmë një plazh aktiv. Këtu mendoj se gjërat do të ndryshojnë, po ndryshojnë dhe falë Zotit për të mirë. Shikoni sa rërë, sa vije gjatë, bregdetare e improvizuar, e re, që është ndërtuar këtu në sektorin Agip. Por shikoj vëre se në këtë pozicion ku jam, pa frikë, mund t'jetë 1 kilometër që unë shikoj mjete që po punojnë. Është pista e Teutës, duke sikur është zhvendosur, mbasi prania e lokaleve, ngjeshja e tyre, mungesa e rrugëve, mungesa e ranës, e kishte bërë grusht, e kishte bërë nyje këtë sektor. Dhe si një gungaç që thonë që kur ndahet nga jeta qirohet trupi, zgjatohet fiziku, duket se edhe plazhi, kjo zonë e plazhit Drusit ka qenë mingjason dhe një gungaçi, ku trupi po shirohet, po shtrihet, duke arritur në ato përmasa ndrruese për kohën tonë, se si është përfituar, po ndrruese për këtë kohë që erdhi dhe për atë çka ju mërë më në fund, asaj rrokopuje, asaj çoroditje totale që u vure dekadat e fundit. Plazhi është çmzaptuar. Plazhi tashmë po merr frymë. Plazhi po kthehet shqiptarëve ashtu sikundër në rinin tonë, në rinin time, në rinin e shumë bashkëpunëtarëve të mi, po dhe në femërinë e lindur apo ristasi të një brezi të cilët nuk e din të djeshmen, po shikojnë të sotmen. Dhe kjo e sotmen duket se është jashtëzakonisht inkurajuese, interesante, vlerësuese, dhe për këtë më bëhet qefi. Nuk do ta përfundoj, megjithse po filmoj paksa gjatë, por janë momente që dëshiron nga cili do prej nesh, po tentoj të dal tek shëtitoria për ta prekur edhe këtë pjesë të investimit. Kemi këtu 3 breza ndërtimi. Ky është brezi i parë, ja ndiqeni. Ky është brez që është shtruar me zhavor, brezi i dytë, dhe këtu është brezi i tretë. Vështroni. Dhe nga këtu shikoni pastaj se çfarë hecje bëra nga buza deti deri këtu. Shiko sa territor është marrë, paksa më mbrapa nga erdha. Ja pra, dhe ndërtesat që në këto pozicion ku janë dhe në gjendje që ishte plazhi jonë, kjo shumë pak kishte mbetur në ky pozicion deri tash të quajtur rër që shfrytëzohej nga pushuesit. Tashmë kjo është një mrekulli më vete. Ja dhe pishat, para mbillet, hapen hapësira, natyrisht do shtrohet dhe beton sepse bulevard pa beton nuk ka, pa asfalt nuk ka. Por nëse do të vazhdoj dhe ashtu do të jetë nga
shëtitore që është bërë në sektorin Iliria, në Kurrulla, tek rrota e Kuqe dhe tani në Agip, besoj se do t'jetë vazhdimi tjetër, ma une është karkuar, me sa shoh goditja është diku në mes sektorit e Kurrullës dhe sektorit Apollonia, aty kërkohet tashmë të krijohet vija vertikale e rërës së marë, rërës së hedhur, për të krijuar një hapësirë të plotë dhe uniforme me të gjithë pozicionin këtu në sektorin e Agipit. Ja lokalet, ja dhe shëtitoria, ja dhe pishat, kombinuar me palmat. Palma kemi në thellësi të rërës, një brez tjetër, ja dhe rëra, deti, porti, ndërteset e Al Albar, qyteti i Durrësit dhe më në fund dhe komenti që bëra gjatë këtyre 27 minutave. Këtu e ndërpres këtë filmim i bindur që afrova një situatë optimiste, një situatë favorshme për çdo shqiptar që e ndjek nga afër, masi janë dhënë dhe filmime të tjera, po mbëra detyrën time si gazetar, detyrën time si qytetar, e kombinuar me mallin e kësaj toke ku unë u lindra dhe u rrita, i bindur se diçka nga ky filmi dhe nga vetja ju dhash, ju falenderoj, ju dua të gjithëve, mirupafshim në regjistrime të tjera. Nga unë, Bujar Qesje.